Shikues të dashur, përshëndetje. Mirë se po takohemi me rubrikën tonë Portret 40 pyetje për 40 vet. Mysafir të emisionit e sotëm do të kemi tenorin dhe drejtuesin e parë shqiptar të Filharmonisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Mustafa Tafa Imeri. Mirë po, para se të fillojmë pyetësorin, ta ndjekim një material në vijim. Mustafa Tafa Imeri, tenor, drejtues i parë shqiptar i Filharmonisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me një karrierë të ndërtuar mbi baza të forta profesionale dhe me një ndjenjë të thellë përgjegjësie ndaj trashëgimisë muzikore, ai nuk është vetëm interpretues i përkryer, por edhe një ambasador i pasionit për muzikën klasike dhe atë tradicionale shqiptare. Koncertet e tij kanë sjellë emocione të thella dhe janë kthyer në ngjarje të vërteta kulturore, ndërsa puna e tij në edukimin dhe promovimin e talenteve të ri ka ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e jetës muzikore në vend. Në botën e muzikës, zërat që prekin shpirtin janë të rrallë, por kur lind një tenor me dhunti të jashtëzakonshme dhe përkushtim të palëkundur ndaj artit, ai bëhet më shumë se sa një interpretues, bëhet një simbol i kulturës dhe frymëzimit. Diplomoi më vitin 2008 në Fakultetin e Muzikës në Universitetin Shën Kirili Metodi në Shkup në katedrën e profesorit Milka Eftimova dhe Biljana Jakimovska. Nga themelimi 15 vjet, shef i katedrës në gjuhën shqipe në Qendrën Shkollore Shtetërore për Muzikë dhe Balet Ilia Nikolovski Luj në Shkup, si ligjerues i lëndës së solo këndimit dhe teknikës vokale. Nënkryetari i shoqatës së muzicientëve shqiptar në Maqedoni Sambu, 12 vite, bashkëpunëtor artistik në Qendrën Kulturore Informative Shkup, si organizator i të gjithë ngjarjeve kulturore dhe muzikore. Nga karriera artistike, promovimi i albumit Mustafa Imeri tenor, koncert me orkestrën e Filharmonisë së Maqedonisë, koncert me orkestrën e mandolinës të Ramadan Shukri, Interfest, festival klasik në Manastir, opera Venus Williams në verën e Ohrid, koncert me orkestrën e Dhomës me operën e Republikës Veriore të Maqedonisë, opera Skanderbeu me operën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, solo koncert në salonin 19-19 Çik Shkup, 25 vjet karrierë koncert Tafa, miq në Filharmoni të Republikës së Maqedonisë së Veriut, koncerte 3 tenor për 8 vite me radhë, koncert në Çik Istanbul, koncert me 3 tenorët me orkestër Elbasanin, Republikën e Shqipërisë, Northrop Grammar Mission System 2004-2007 International. Një muzikant i vyeshëm dhe zë i shquar që ka lënë gjurmë të pashlyeshëm në jetën artistike të shoqërisë sonë, Mustafa Tafa Imeri. Përshëndetje Tafa, mirë se erdhe në emisionin ton Portret 40 pyetje për 40 vet. Faleminderit që më ftuat dhe kënaqësia është ime. Po ashtu kënaqësi që të kemi edhe ne mysafir tonin. Ne nuk do të humbim kohë, do fillojmë me një herë me pyetësorin. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Po kam. Faktikisht nuk dal prej shtëpie pa e rregulluar shtratën. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për vete? Po, nuk e di. Nuk kam ndonjë kështu që mund ta veçoj. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Familja. Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plot pa angazhime profesionale për vete? Po, zakonisht bëj këtë që mos të kem ndonjëherë edhe të mirem me vetveten, shëtis nëpër malet edhe natyra. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Cila është sinqeriteti dhe drejtësia. Si e menaxhon stresin në jetën tënde? Në kohën e fundit, edhe pse është shumë stresuese, mundohem që të reflektoj me atë që mos
gjërat banale mos të marrin energjinë. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Më duket introvert. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë? Besoj se gjithë kemi pasur momente të vështira në jetë, po deri tash dhe është Zotin nuk kam diçka që mund ta potencoj. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Po ha. A ke frikë nga diçka? Frikë, jo, po frikë kam nga Zoti që mos t'i gaboj atij. Çfarë mund të bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Më merr mendja se vetë natyra ime si njeri është çdo herë që t'jem të reflektoj me pozitivitet dhe të jem i drejtë për drejtë me ata. Sa ka rëndësi privatësia yte në jetën tënde? Edhe pse nuk mund ta kontrolloj atë gjë, mendoj se ka. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Ky momentalisht që e kam. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Çka nuk më pëlqen? Nuk më pëlqen se nuk kam flokë. Mirë. Çka ju nevrikosu më së shumti dhe pse? Më nevrikosin njerëz të cilët flasin brapa shpine, edhe kjo është arsyeja pse. Me kë komunikon më së shumti? Kjo pyetje është me njerëzit që më rrethojnë apo në familje? Përgjithësi. Me kën komunikoj më së tepërmi me familje. Cilën fjalë përdorni më së shpeshti? Më së shpeshti, fëmijëve ju dua shumë. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Shumë pak. Shumë pak. Çfarë të mëson jeta me sukses? Çfarë të mëson jeta me suksese? Të ballafaqohesh me çdo sfidë që të del përpara. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Kam shumë momente, dhe të familjen e kam të shenjtë. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre ky që je tani? Çfarë ka ndryshuar? Më ka ndryshuar mua. Kush të frymëzon më shumë? Më frymëzon gjithçka që është e bukur, edhe gjithçka që është e drejtë. Çfarë do të bëje nëse nuk do ishe personi që jeta? Nëse flasim për jetën profesionale, do të isha qenë ndonjë sportist sigurisht, ndërsa tjetër ndoshta edhe nuk kisha ndryshuar. Si do ta përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? Sakrificë, punë shumë dhe profesionalizëm. Cili është romani juaj më i preferuar? Zakonisht lexoj gjëra kriminalistike, më intereson të hyj në thellë, edhe Agatha Christie. Qesh apo nevrikosesh më shumë? Të dyjat. Kujt do të kishe thënë më fal dhe pse? Më fal, prapë kisha kthyer familjes time nëse diçka kam gabuar. Kujt i keni thënë për herë të fundit të dua? Artit, djalit tim. Keni dhënë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? Jo. A do të ishe i gatshëm të jetoje larg nga media për një periudhë? Po, besoj se nuk jam atë shumë i eksponuar në media, po nëse edhe po, çdo njeri t'i duhet apo të largohet. Teatr, film, opera apo balet? Opera. Sa je i mirë në kuzhinë, prej 1 deri në 10? 10. Cili është ushqimi yt i preferueshëm? Neve familjarisht jemi mish ngrënës, do të thotë mishin jam ekspert. Me sa alarme zgjohesh? Me asnjë. Vet jam alarmi. Situata yte më e sikletshme? Situata ime më e sikletshme, ndoshta më e freskët, është situata që u emërova drejtori i Filharmonisë. Para se të emërohem drejtor. Hera e fundit që ke bërë bëmirësi? Si them, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit tash. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë?
Se di ende nuk e ka marrë rrogën për e këtij institucioni, po çfarë argjojmë, si gjithë më duket mas tepër mi argjojmë për ushqim. Ku e shihni vetëm pas 10 viteve? Nuk jam njeri i cili mendoj shumë për të ardhmen, edhe pse kam pikësynimin, po besoj edhe dua të jem i realt, edhe të punoj dhe veproj në momentin e duhur. Për çfarë do të protestonit? Për të drejtat e njeriut, ndoshta. Si e përjeton suksesin dhe çfarë do thot ai për ty? Shifni, suksesi është edhe çështje relative, po kur vjen është gjëja më e bukur që mund të ndodh si individ. Dhe unë kam përjetuar edhe shumë suksese në karrierën time personale, edhe dua të qëndroj besnik publikut. Të faleminderit shumë Tafa, këtu ne po e përmbyllim edhe pyetësorin, të urojmë shumë suksese, suksese, si të thuhet, në majët. Faleminderit shumë që më ftuat. Faleminderit që ishe edhe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Shumë suksese.